një dorë bajame. Si ai duhet e merre të këta. Një sekundë. Opa. Gjethet e fikut që i kam larë mirë. Po me gjethet e fikut që dhe bësh? Është një lëngaj që i duhur, që nuk e besoj. Ne dje folëm për fikun, për benefitet, vlerat dhe sa i shëndetshëm është për ta përdorur, por mbi të gjitha, edhe gjethet e fikut janë një ilaç më vete, bimor. Po, përdoret dhe në gatim, përdoret dhe si çaj për të trajtuar shumë gjendje shëndetësore, jo sëmundje, gjendje shëndetësore. Shtojmë. Opa. Ka problem nga ana tjetër? Duke më da katër, përnda. Gjysmë litër ujë. Gjethet e fiku që gjenden kudo. Një recetë shumë e thjeshtë. Ta vazhdoj procesin? Po. Pra bajamet, gjethet e fikut dhe ujë. Atëherë po e kullojmë. Qa ngjyre të bukur? Ja kaq. Lëmë edhe pak që të mbaroj procesi, specat janë gati, lëngu po ashtu. Ndërkohë, shpejt e shpejt mund të sjellim edhe tavën, apo jo? Sa të jetë në piksur. Tani, këto që mbeten, tek kullesa, nuk hidhen poshtë. Pa dyshim që nuk hidhen poshtë. Albana me siguri do t'i gjej një mënyrë për t'i përdorur pjesën e gjetheve dhe të bajameve. Absolutisht, lëngu mund t'a konsumojmë kështu siç është, shumë i shëndetshëm. Gjethet e fikut përdoren edhe për salca të ndryshme shoqëruar për perimet. Salcat e mishit janë shumë të mira. Po. Këto që në mbetën tani dhe mund të ruaj këtu pak më poshtë. Pjesa e gjetheve, pasi janë shtrydhur, kanë lëshuar lëngun, sigurisht që mund të përdoren dhe mund të bëhen për shembull çfarë? Qofte një vezë, si të një deve e shpejtë. Diçka, por gjithmonë unë pjesët që më ngelen nga gatimet, nga produktet, unë të nesër në vendos në punë, që kështu e kemi në mend. Bukur.